pa një eksperiencë personale. Isha të fundjavë Pogradec. Dhe Pogradec qëlloj që kaloj dhe kryeministri për takim elektoral. Nuk pash një angazhim policies, përveç makinat e shoqërimit, një 2 makina kështu që filtronin trafikun në hyrje të Pogradecit dhe këto gjërat. Shumica rinë dhe civile? Nuk pash, po ato janë sektor tjetër, dhe në garda. Përveç gardës, edhe policia shtetit edhe policia shtetit ka sektorin tjetër civil. Po themi që janë spostuar, mos ka një spostim psikologjik? Mo duhet ta shohësh në Shkodër dhe në një qytet tjetër. Apo Pogradec është qetë. Oke, vriu, stajë, unë asë pasës. Janë zona me riskat, analizohen nga ana Gardës Republikës. Pra, dhe kështu që nga që s'ka shumë risk... Se Garda ka dhe sektorin analizës, përveç se ka sektorin operativ dhe këto. Përveç se ka lidhe me policinë shtetit, shërbim informative tjere. Mos ka një... Por, unë kam vënë re që ne masat ndaj personelitetit larta shtetërore nuk i kemi adekuata. Mua nuk më kanë pëlqyer masat e sigurisë. Se si e kanë vlerësuar riskun këta, është problem tjetër. Po të më japësh, vi një ditë zhej edhe të marrim një filmim nga fushata. Dhe të tregoj unë, kush janë elementet e sigurisë, se kur na ndodhin gjëra pastaj thonë, po elementet. Po ka gjëra të këndet pas. Siç ndodhi ai rasti i doktor Berishës që e goditën tek ajo kur dilte nga Selia, e janë ca raste të tjera që edhe thuan edhe si janë thënë as janë mbajt sekret, por vim një ditë dhe t'i shikojmë elementet, dhe them, po sikur se versionet analizohen. Sikur të ndodhi kështu. Për shembull, ajo organizimi në kamp që ka bërë kryeministri, për mua kishte elemente jashtëzakonshëm. Ti ndodhi Trumpi në fushat. Po pra po. Ti ndodhi këtë Slovakisë që u vra, që u plagos. Patjetër pra tani. Është vrarë Kennedy. Po këtu nuk po i ndodh këtyre. Unë nuk shikoj ura. Unë nuk shikoj për shembull ura. Unë nuk mendoj që kanë shumë bendere këta bota krimit godasin personalitetet politike. Ti bën takime, jo vetëm kryeministri, po edhe politikanë në fakt tjetër të rëndësishëm në terrenet hapura. Po terreni hapur do 600 veta, 500-600 veta të mbulojë gjithë me drone, me këto etj etj. L'idea tani do populli, jo më, ke shqetësuar shumë takimin e kamës. Do populli, do populli. Shumë e rrezikshme. Ka një fakt. Ditën në kamës ka pasur të sonë marrëm zjarrin në ajër, një lagje shumë pranë. Memorien e ai di pra informacionin po nuk e them. Më kupton se tani fillon Karamuço plasi bombën. Kupton edhe se them atë. Por Kamza ka qenë, në Kamës ka marrë mësim Garda. Që ashtu mitingjet nuk bëhen dot.